mua Seldina dhe kemi ardhur në sheshin Skënderbej për të parë atmosferën e fundvitit. Do të pyesim të gjithë shqiptarët se si ka qenë ky vit për ta dhe se çfarë presin nga viti 2026. E jani! Si e? Do më tregosh pak si ka qenë 2025 për ty? Shumë, po. Ka qenë, kam shkuar në Zvicër te mami për herë të parë, ishte pak frik në avion, të më drejtën. Pastaj kam qenë me shkollën. Ishte udhëtimi yt i parë me avion? Po. Si ishte e gjithasë eksperiencë për ty? Më trego pak, duke qenë se ky është nga kujtimet më të bukura që ke nga ky vit. Shumë bukur, të më drejtën. Zvicra ishte bukur, shumë e bukur. Vetëm ushqimi të më drejtën nuk ishte shumë i mirë siç është në Shqipëri, por ishte shumë i bukur. Do më tregoni pak si ka qenë viti 2025 për ju? Ka qenë një vit shumë dinamik, me shumë sfida dhe shumë i bukur. Tani po e mbyllim me një ndjesi shumë të mirë. Tirana si gjithmonë ka një jetë shumë dinamike, sidomos për çiftet e reja. Unë nuk banoj në Tiranë, kam ardhur nga Italia, jam imigrante. 25 në Itali ka qenë shumë e vështirë. Zgjodhët i festoni festat e fundvitit në Shqipëri? Po, pikërisht sepse kam maman time, familjen time dhe mundohem gjithmonë të vi në fundin e vitit për festat. Do më tregosh pak si ka qenë viti 2025 për ty? Ka qenë një vit i mrekullueshëm. Si ka qenë viti 2025 për ju dhe për familjen tuaj? Ka qenë një vit shumë i mirë dhe i mbar, me plot surpriza dhe gjëra të bukura, me nipra dhe me mbesa plot, ja. Shumë e dobët, ekonomia, shumë e dobët. Si do ta festoni fundvitin? Më thonë drejtën, sa të kemi do ta festojmë. Viti 2025 ka qenë perfekt për ne, ka qenë viti që ne u bekuam, u shtuam me një bebe, kështu që ishte viti më i lumtur për ne të dy. Ma merr mendja viti më i bukur deri më tani apo jo? Surpriza më e bukur dhe viti më i lumtur për ne. Dhe më mend se 2025-a po shtuam me gocë. Si ka qenë viti 2025 për ty? Ka pas edhe ato ulljet e ngritjet e veta, po që shumë mirë deri tani, për 2026 presim në një gjë për më shumë. Jo shumë i mirë, po nga 2026 presim më shumë. Shëndet, punë. Çka? Për 2026 Dua të më tregosh pak si ka qenë viti 2025 për ty. Viti 2025 për mua ka qenë një vit i mirë, i qetë. Jam marrë me shkollën, jam marrë me studimet, jam marrë me pikturë, me art rrugë, kam bërë disa ekspozita të mijat dhe kështu ka qenë. Çfarë prisni nga viti 2026? Ne, 2026-ën urojmë që gocat ketë shëndetin dhe vetëm shëndet. Tjerat pastaj vinë vetë. Kjo është më e rëndësishme. I gjithë prioriteti juaj tani më ka kaluar tek ajo apo jo? Ja, bebja, patjetër. Nga viti 2026, çfarë do doje që të ishte ndryshe nga ky vit që le pas? Të them drejtën, vetëm shkollën kam frikë që të dalë sa më mirë me provime dhe të bëj sa më shumë qef, të shikojmë dhe jetën, jo vetëm mësime. Cili ka qenë një qëllim që ju a kishit vendosur vetes në fillim të vitit 2025 dhe tani në fund keni kuptuar që e keni përmbushur? Atëherë të mbyllim vitin me shumë dashuri në familje. Unë për vete kisha të jem një baba i mirë. Besoj se këtë vit e mbylla shumë mirë. Një bashkëshort i mirë, edhe një fëmijë i mirë për prindit e mirë. Le të themi i suksesshëm, por viti 2026 mbase është më i suksesshëm. Qëllim që do doje t'i kushtojë më shumë rëndësi në vitin 2026. Po mendoj puna që të shkoj sa më lart dhe të arrim majë. Çfarë do donit që të përmirësonit në vitin 2026? Do mundohemi më shumë, përvejsojmë kemi pas paka shumë të shejt ajo gjenda financare, po do punojmë dhe do të bëjmë më mirë. Çfarë do doni që 2026 ta sillte ndryshe? Shëndetin atë parë, puna, më mirë,
Veçoria, shkollimi i fëmijëve. Keni filluar përgatitjet për tryezën e vitit të ri? Po, avash po. Cilat janë disa nga pjatat që nuk mungojnë asnjëherë në darkat tuaja festive, sidomos atë të fundvitit? Përsheshi që është tradicionali, baklava e bërë me dorë të gjyshes. Do gatuajmë ato gjëra tradicionale, çfarë janë? Kaposhi, po ne gatuajmë më tepër se jemi ortodokse dhe mishin e qingjit në furrë të pjekur. Gatuajmë se kemi edhe vetë, gatuajmë gjelën e tetit me baklava në byreku me qumësht, gjëra të vogla të qanta që ka fshati i përgatisi vetë. Unë dua një urim nga ju për gjithë shqiptarët për vitin e ri. Inshallah ky vit viti tjetër të jetë më i mirë si vjet. Jeni përgatitur për fund vit me të gjitha gatimet, tavolinën, çdo gjë? Me të gjitha. Çfarë keni gatuar? Çfarë gjithë gjërat që i takojnë vitit të ri, të gjitha. Do më jepni një urim për gjithë shqiptarët për vitin e ri? Ju urojmë suksese e vit të mbar, inshallah mbarsi gjithë. Dua një urim nga ju për gjithë shqiptarët, ata që do ta dëgjojnë këtë video për vitin 2026. Sa më shumë dashuri të gjithë, edhe një vit suksesshëm. Të jetë një vit plot me surpriza sa më të bukura, të jemi të lumtur dhe të na realizojnë të gjitha dëshirat. Që shqiptarët të kenë shëndet e rëndësishme, pastaj të tjerët vijnë vetë. Edhe nga ju? Juroj që shqiptarët kenë lumturi, harmoni dhe mos kenë shumë kështu sharre kështu që pëndodhin më përqojmë të gjitha këto gjërat. Jenë sa më të lumtur, se lumturia sjell gjëra të bukura pastaj. Kronja pula. Fu vajna. Kenë vetëm shëndet, harmoni, paqe e çdo gjë. Të kenë shëndet në të parë. Ta gëzoni vitin e ri 2026, ka ardha akoma, po kur të vi, dhe shëndet, sa më shumë shëndet se çdo gjë vjen vetë. Po t'i kalojnë të gjithë bashkë me familjarët, ajo mendoj unë që është gjëja më e mirë dhe shëndet për të gjithë. Gëzuar festat me fjalë vit e ri për gjithë shqiptarët, vit i marë. Ju uroj të gjithëve gëzuar festat. Gëzuar vitin e ri. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.